po të kallëzoj drejt, ku mbush konta, kur po vje ujtë natën, 1 orë 2. Edhe mo, jo, i mbush i lona zerë për banjën për shto se 1000 familje së kënë, nuk dhe nalë që ujë nuk kanë. Amo neve, kur dojnë trak, e nënë, vinë pe i pune, unë la s'kanë qka për shemë, si të mija si tonë. Jo dhe shmi dhe s'krejtve. Qohen me nëgjes ka me qka me la sytë. Ani pse temperaturat janë shumë të larta, banorët në rrugën Shakadin Berami në Podujev që 2 javë janë pa ujë të pishëm. Sipas tyre, kjo shkyqje ka ndodhur për shkak të kyqjeve të shumta në sistem. Për më shumë detaje rreth këtij problemi do të flasin vetë ata. Ndëruma, mund dëshmë na tregu që sa kohë jeni pa ujë të pishëm? Po, më tregu, jem se një 2 javë det. Apo është e vështirë me jetu pa ujë të pishëm? Shumë vështirë, unë për veti, po të kallëzoj drejt, ku mbush konta, kur po vje ujtë natën, 1 orë 2. Edhe mo, jo, i mbush i lona zerë për banjën për shto se, edhe jem shumë familje, jo pak familje, 1000 familje së kënë, nuk dhe nalë që ujë nuk kanë. Dhe më thonë 1000 familje që 2 javë janë pa ujë të pishëm? Pa ujë. Kur po vjen ujë në mbrëmje, a është ujë i pastër për me pi? Jo. Dhe më thonë jeni detyruar me ble ujë të pishëm? Ujë për me pi, po. Do të me ble se 10 trobëll, rënë në mbyllën, kur vjen me hez, i mush bëj lirat, po i mush qesh me... Po, 1 orë, mas shumë të nuk pa vje. Më në fund i ullën nashtë ta vje mas shumë pak, a këtu jo. Tash po besoj që është edhe sezona e verës, ju keni kopshte në probore, a ju kanë dëmtu kopshtet? Po tona që ishe, qa po këtë që po, për nuk i... Ashtu na nuk i kena vadit me ujtë pijesh. Ju. Se i kom të mesin katon, me cisterne, 2 herë më kanë për ujtë që tu e kom vadit. Pse? Nuk po në pa vadit. A keni bo në ankesë në komunës e të ujësjelëse? Po, kanë bo bashkarisht tonë, po vati hova. Është. Jo, i kanë gjitë 2 ceva që shkojnë në ujësjelës. Sa po më duket muën, e kanë shti ujë në cevën e re, që i kanë gjitë, e kanë nëllë vesh rastisht, mushë në ujësjelësin në qytet tash kohën. Kam qef që ko, po t'ybe, kam qef se qytetarët në banë nesa naltë, a mu neve, kur dojnë trak, e nëllë. Vinë pe i pune, unë la s'kanë qka për shemë, si të mija si tonë. Jo dhe shmi dhe s'krejtve. Qohen me nëgjes ka me qka me la sytë. Do të me pos ujë rezervë, që ka mush konta me lonë. Do të cevat të regullume janë që shkojnë. Po e nalin sërkesh dikun për nalshin ujtë. Baja ki po vaditin speca, ola vanina po di. Ola të s'kem, shbija, aborre. Për nalin vesh, nashta bojnë i sholla ma mirë. A ju kanë thonë diçka që ka me regullu këtë qështja? A ju kanë japë në i përgjigje pozitive deri kur ka me zxatë? Kjo sa t'jenë vera që shtu kemë. Gjithë verën edhe pse temperaturat kanë me qenë shumë të larta? Po, si t'jenë të larta dhe mazi. Bashkë ku t'jenë zhek do t'me lëshu ujtë. Jo ku t'jenë ftoft, ha? Ku t'jenë ftoft, nërysha, ku t'jenë zhek, pastrojtë, ku shë la duhet të syte, po e laja të najë, s'ka kur gjo. Qëfar apeli ju bënë komunës edhe ujësjelësit? Më laj ujësjelësit se komuna nuk mbarët, me komuna krejtë, ju. Ujësjelësit po, me lëshu ujtë, më arë me vetë tonë edhe, me këqyrë vetë po çdo ditë, a paguës të regull t'jem krejtë kjo lagje. Tonë dhejnë, sukur ta, pe atje të tërë, fund tonë njën paguës të regullt. Unë çdo dytin kam arak, i paguaj tëna me harës, me ujë, me rrymë, me internet, me krejtë. Pse? Ndryshe shteti s'mohat. Do të me paguaj, do të dikush me marë, ha? Qashtu është. A keni diçka tjetër me shtu për tonë? Jo, t'y bëjve si kisha lutë që mos më dalon pa ujë. Bashkë kur dy ujë tërë ujë s'kije. Zëdhënësja e kompanisë rajonale të ujësjelësit Prishtina, Rjeta Mjeku, ka thënë për Insajderin se janë duke punuar në përmirësimin e furnizimit me ujë në Podujev dhe lagjet përreth. Ne jemi duke punuar në atë drejtim. Ne kemi investuar në arterien kryesore të furnizimit të rezervuarit në Podujev, gjë që ka rrit kapacitetin furnizues. Kemi punuar për t'i bërë ristrukturimet e nevojshme në mënyrë që të gjithë të kenë ujë proporcionalisht, po ashtu jemi kujdesur që të gjithë qytetarët të kenë ujë kohë pas kohe për t'i përmbushur nevojat familjare.
Nuk është e vërtetë që 2 javë, pasi që ne kemi bërë këto ndryshime infrastrukturore javën e kaluar, po vazhdojmë ende duke punuar për të përmirësuar furnizimin me ujë edhe për të gjitha lagjet që kanë ndërprerje të furnizimit, tha ajo. Ndërkohë, nga komuna e Podujevës nuk janë prononcuar ende lidhur me këtë çështje.